Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullorës zgjedhore numër 9 pyetje për 2024 për regjistrimin dhe funksionimin e subjekteve politike, partitë politike për çdo vit obligohen që mos së voni deri me 31 mars të dorëzojnë në zyrë formularin për vazhdimin e regjistrimit. Në lidhje me këtë, nga 54 subjekte politike të regjistruara, 2 subjekte politike nuk kanë dorëzuar në zyrë formularin e vazhdimit të regjistrimit. Bëhet fjalë për Partinë Republikane për Ndryshime me akronimin PRN dhe Shpresa Demokrate me akronimin SHD. Pra në lidhje me aktet ligjore në fuqi, zyra i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë regjistrimin e 2 partive politike, regjistrimin e 2 partive politike, Partia Republikane për Ndryshime dhe Shpresa Demokrate. Po ashtu këto 2 subjekte politike janë edhe të pezulluar gjithashtu para 15 ditë për shkak të mosdorëzimit të raportit vjetor financiar për periudhën 2024. Andaj lidhur me këtë, zyra i rekomandon që regjistrimin e 2 partive politike. Kam një pyetje për drejtorin e zyrës, edhe pse kjo është e njohur, por për publikin pak më shumë. Një subjekt politik i cili do të më regjistru, cilat janë procedurat që duhet të regjistrohet një herë dhe të jetë i barabartë me subjekte tjera politike? Çka duhet më bëj një subjekt politik? Një subjekt politik për me u regjistru duhet që të mbledh 500 nënshkrime të përkrasve për regjistrim, të paguaj taksën e regjistrimit si subjekt politik, të dorëzoj statutin e shkruar që duhet të jetë në përputhje me aktet ligjore dhe Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe gjithashtu deklaratën politike. Pas të plotësimit të këtyre dokumenteve, pastaj zyra i analizon se këto dokumente janë në përputhje me aktet ligjore dhe nëse janë në përputhje me aktet ligjore dhe nëse nënshkrimet e 500 përkrasve janë përkras që janë votues ose shtetas të Republikës Kosovës, atëherë zyra i rekomandon KQZ-s regjistrimin e iniciativës politike si parti politike. Në rast se këto dokumente nuk përmbushën në afatin e përcaktuar, atëherë zyra i rekomandon KQZ-s, zyra e fton subjektin me iniciativën politike që të bëjë plotësimin e këtyre dokumenteve. Do me thonë, këto janë kriteret për më regjistru një iniciativë politike si parti politike. Faleminderit. Kryetare, kam edhe po mendoj se subjektet politike cilat edhe nuk janë të përfaqësuar në kuvend dhe nuk kanë përfaqësuesin e tyre. Unë mendoj, po kështu mendon edhe Aleanca, se zyra duhet ta ketë një komunikim pak më ndryshe me subjektet e vogla politike, se po fitohet përshtypja sikur po bëhet e pa drejt ndaj këtyre subjekteve, se në pa mundësi me pas zyra dhe qasje edhe në informacion, po të njëjtën kohë edhe në funksionim. Në këtë radhë, duke qenë e nevojshme dhe domosdoshme që subjektet me funksionu, unë kam me votu kundër që regjistrimit të këtyre subjekteve politike. Mendoj se duhet ndrohet pak qasja, ose edhe forma, dhe pavarësisht se edhe kemi votu më herët, por se për hir të demokracisë duhet me pas parasysh faktin se këto parti duhet me pas ndoshta një stimulim edhe një qasje pak më ndryshe prej subjekteve tjera parlamentare. Dhe unë votoj kundër për këtë fakt, edhe për hir të më shumë për hir të demokracisë së subjekteve të funksionimit të subjekteve politike. Spari të siguroj ty edhe publikun edhe krejt që zyra ka komunikim të vazhdueshëm me parti politike. Nëse e ke lexuar raportin në rekomandimin për regjistrimin e partive politike, zyra me datën 10 mars 2025 e ka bërë njoftimin e parë për dorëzimin e formularit të vazhdimit të regjistrimit. Herën e dytë u bë me 25 mars, herën e tretë u bë me 28 mars. Do me thonë, kur bëhet fjalë për çështje që janë të rëndësishme, zyra nuk e njofton vetëm një herë partitë politike, po ka komunikim të vazhdueshëm më shumë se një herë me parti politike. Bile aq më shumë kur është fjalë për regjistrim të partive politike, zyra ka pas tentime për me i kontaktu personat kontaktues dhe kryetarët e partive politike. Pra është rasti për të dyjat, edhe për të dyjat kryetarët dhe personat kontaktues të këtyre 2 partive politike as që kanë hapur telefonin.
Dikush diçka tjetër? Unë nuk mujë mi thonë kur kujna këtu me votu për ose kundër, por kemi një obligim me respektu ligjin. Ligji dhe rregulloret janë fuqi, zyra e ka bërë rekomandimin në bazë të ligjit dhe ka ndërmarrë të gjitha hapat ligjor, procedural, edhe unë mendoj që rekomandimi duhet me kalu, por kjo nëse vazhdon pa vota nuk kalon. Nëse s'ka dikush diçka tjetër, unë e hedh në votim kush është për miratimin e rekomandimit, kush është kundër. Atëherë me 7 vota për 1 kundër nuk kalon rekomandimi, me qenë se kjo çështje është për 2/3 e votave, me 8 vota. Jeni sigurt? Jo, që regjistrimi... Jo, regjistrimi kërkohet me 2/3. Që regjistrimi nuk kërkohet me 2/3. Okej. Nëse... Po, atëherë pra kalon rekomandimi. Sa më gjithu është paragrafaj. Nëse është paragrafi 4 të neni 63 ligjit për zgjedhjet përgjithshme, është paragrafi 4. Okej, gabim jam. Kërkoj falje. Atëherë kalon rekomandimi, ashtu që regjistrohet Partia Republikane për ndryshime me akronimin PRN dhe Shpresa Demokratike me akronimin SHD. Mirë, kërkoj falje. Vazhdoj me pikën e radhës. Zoti Hamidi. Faleminderit, kryetar. Në mbledhjen e Këshillit për çështje ligjore, kemi shqyrtuar kërkesat e 2 kryesuesve të kuvendeve komunale, një në Ferizaj dhe tjetri në Skenderaj, për 2 zamencime. Kryetar, nëse i ke aty, lexoj, domthonë të dyjat janë plotësuar kushtet ligjore për zamencimin edhe në kuvendin komunal në Ferizaj dhe në Skenderaj. Janë 2 raste kur 2 zonja janë zgjedh janë zgjedh deputetët, kështu që kanë ofruar dorëheqjen në... Po, duhet të majtë mira se s'u më. Po, atëherë, po, në Ferizaj, domon, ka dhënë dorëheqje kandidatja e cila është zgjedh deputetët dhe në radhë është të gjitha materialet janë vesh kandidatja s'te kështa. Vanessa Driu emërohet antare e kuvendit komunal në Ferizaj duke zëvendësuar Armnore Salihun. Po. Kjo për Ferizaj. Për Ferizaj. Kurse për Egzona Geci e Egzona Geci e zëvendëson në Skenderaj Sala Jashari. Sala. Nga subjekti politik? Okej. Atëherë, nëse s'ka dikush diçka, e hedh në votim për dyja, do të 2 zëvendësimet. Kush është për? Atëherë me 8 vota për, miratohen zëvendësimet. Dikush diçka tjetër në të ndryshme? Jo, atëherë me kaq që përmbyllim mbledhjen. Kërkoj falje edhe një herë për gabimin.